Gjykata e Apelit ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e shkallës parë të dhomës penale të Gjykatës Tiranës, ku vrasjen e Elcina Hidersha, këngëtares së njohur si Emi, ta klasifikoi vrasje nga pakujdesia, dhe për autorin e ngjarjes, Aziz Kelmendi, të lërë në fuqi vendimin e dënimit me 2 vite burgim. E vetmja pikë që ndryshon nga vendimi i dhënë nga gjykatësi Arben Micko është heqja e lirimit me kusht për 10 muaj e 7 ditë burgim. Aziz Kelmendi ndodhet jashtë Shqipërisë. Në momentin e parë që ai do të paraqitet në territorin shqiptar, do të ndalohet për të kryer dhe për të shlyer burgimin e mbetur. Të pranishëm në sallë kanë qenë familjarët e këngëtares Emi, të cilët nuk e pranojnë këtë vendim, ndërsa treshja e gjykatës me relator Gentian Shalën kanë vendosur të lënë fuqi vendimin e dhomës penale, duke dënuar vetëm me 2 vite burgim dhe duke e klasifikuar vrasjen si vrasje nga pakujdesia dhe duke rrëzuar kështu kërkesën e organit akuzës, i cili kërkonte klasifikimin e vrasjes si vrasje me dashje. Juve si quheni? Ali Dërshaj. Ju jeni babai? Babai i vajzës time, Emit. Sot gjykata e Apelit ka dhënë një vendim, si e vlerësoni ju? Gjykata e Apelit nuk e prisim këtë që ta jepte gjykata e Apelit, se prokuroria e Apelit edhe vrasje me dashje, e ne po bëjmë 3 vjet që po e kërkojmë në derët e gjykatës, që dihet që ishte një vrasje me dashje, gjykata është e korruptuar, pse ka marrë është e korruptuar, edhe bile tani edhe prokuroria edhe vrasje me dashje e ka dhënë me fakte, me të tjera, këta e lanë me atë të fillimit. Çfarë hapash ligjore do të ndiqnin në këto momente? Dhe sa të kem frymë unë të ashtu, unë nuk e le. Gjykatën e lartë ku do të jetë? Se është një padrejtësi.